Turku e ka marrë qetë punën. Turgaj është një si mirë i këne, i kësaj situate që është krijuar vazhdimisht, por kemi hyrë në raundin e 5, pra siç që tham në të majtë ekranit është Turku, fillon përsëri sulmin me i mbledhur, me një afrohet gjithnjë pranë kundërshtarit, me këto goditje në përgjithësi në pjesën e sipërme. Lëvizën me këmbë vazhdimisht për t'i gjetur në pozicione ndryshme. E vështirë për t'u hapur Turgaju. Është e vështirë. Edhe shtatshkurtësia e penalizon sado pak Gjetani. Sa mund ndikoj mungesa e njohurive për një rival të tillë, të cilin ti se di fare se si është. Që e mëson vetëm 3 ditë e fundit. Ashtu. Kam përshtypjen që kjo e step pak që ti qëndroj afër tërkohën. Megjithatë besoj se tashmë ka në YouTube mund shikohet ndeshjet të tij, sepse YouTube i ka gjitha ndeshjet. Po, e vërtet. Pra ka mundësi informacioni. Ka mundësi informacioni. Paktën për të parë si është loja në përgjithësi. Mënyrën e boksimit të tij. Vazhdon me këto breshëri goditjesh Keva. Ja, këto goditje në mbështitet në litar dhe një tentativ tenton përsëri një e djathtë. Herë Turku del nga ajo zonë e mbrojtjes, mbasi kam frikë se po përdor atë taktik, ta lodh kundërshtarin, thot, pastaj të shikoj se ç'mund bëj. Sepse një sulm i tillë i vazhdueshëm është me të vërtet një lodhje e madhe. Ka kostot e tij fizike. Mos harrojmë ke parasysh Formanin me Klein me ja goditja fortë. Ku ishte momenti? Tashmë ja momenti dytë shpërtys tash në raundin e 5, ashtu siç ishte ajo në raundin e 4. Tashmë ka goditje. Ka ardhur çasti vendimtar. Ja këto e goditje tash të forta. Përpiqet të reagojë Turgaju. Turgaj kërkon në atë moment për treguar që e ka përfunduar situatën e keqe. E kaloi këtë moment. Jo, e ka mbyllur. Ka mbyllur ndeshjen. Është forcuar vetë. Pra mbaroi në raundin e 5. Kaq ishte në fund të raundit 5 është u dorëzuar. Me kohë në raundin e 5 nuk pritej sepse nuk pësoj në një gjë të madhe. Qeton! Kampion! Gyllet gjithçka këtu pra. Qeton! Keva! Rreth të tërheqje e kundërshtarit. E kuptoj. Pavarësisht se hyn në nokaut teknikë, por në zyrtarisht duhet shnohet rreth të. Ka përfunduar në këtë mënyrë me fitoren e Mike Gjetan Ketës, edhe kjo sfidë e tij. Tashmë absolutisht rruga është e hapur për një titull botëror. Është kampioni interkontinental. Bravo gjithë. Botëror të boksit. Faleminderit botëror të boksit. Sepse për ju fitoria nuk ishte e lehtë. Prandaj fitova sonte. Faleminderit. Këtë fitore, këtë kryp, po e dedikoj
gjithë shqiptarëve, gjithë trojeve tona shqiptarë ku që janë. Është i lodhur pak sepse e thash pak më parë në harxuar energji. Nëse do vazhdonte ky lloj stili gjatë, më shumë lodhet ai që godet se sa ai që mbrohet. Ai që mbrohet është më komod. Qoftë sa godit. Menaxhon më mirë energjinë. Qoftë sa godit, po. Ka ndodhur shpesh që një boksier ka sulmuar gjithkohës dhe në fund fare kur mendohet që ai duhet të fituesi, i është kthy kundërshtari që është shumë i qetë dhe ka fitur ndeshjen. Lemon Brewster me Luan Krasniqi. Po, me Luan Krasniqi. Që në rast se do të vazhdonte edhe 2 raunde, boksieri nga Shtetet Bashkuara dhe mund ta kishte humbur ndeshjen. Po. E mbaj mend e kanë shoqëruar nga ringu duke e mbajtur për krah sepse nuk e ecë dot Lemon Brewster. Aq e konsumuar.